Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrinj, të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Shqipëria feston 81 vjetorin e çlirimit. Kryeministri Rama nderon të rënët në varrezat e dëshmorëve, zhvillohen homazhe edhe në qytete të tjera. Sali Berisha deklaron se nuk do jap dorëheqjen nga drejtimi i Partisë Demokratike, gati të nisë foltoren e dytë në bazë për të ardhmen e opozitës. Zbardhen të tjera bisedat të oficerit të antiterrorit Igli Haxhiaj me trafikantët, jo vetëm shitje sekretesh, por edhe negociata për çmimin e kokainës. Shqiptarët zgjedhin të pushojnë për festat, mira familje zgjodhen destinacione brenda jashtëvendit edhe për shkak të fundjavës. Vjojmë të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Kjo është unë shënon 81 vjetorin e çlirimit të atdheut nga pushtuesit nazifashist. Kryeministri Rama dhe drejtues të tjerë të lartë zhvilluan homazhe në varrezat e dëshmorëve para monumentit në Shqipëri. Ceremoniet të posaçme janë zhvilluar edhe në qytete të tjera ku janë nderuar ata që dhanë jetën për lirinë e vendit. Shqipëria feston këtë të shtunë 81 vjetorin e çlirimit, një ditë me rëndësi të veçantë kombëtare që ndaron heronj që dhanë jetën për lirinë e vendit. Në varrezat e dëshmorëve të kombit në Tiranë u zhvillua ceremonia zyrtare e homazheve që solli pjesëmarrje të personaliteteve të larta të shtetit shqiptar. Kryeministri Rama vendosi lule dhe u përkul para monumentit në Shqipëri. Në mauzoleumin e dëshmorëve në Durrës u zhvilluan gjithashtu homazhe. Në ceremoni morën pjesë veteranë të luftës antifashiste nacional çlirimtare e figura të njohura të vendit, të cilët vendosën kurora me lule dhe u përkulën para memorialit. Vlora përkujtoi 81 vjetorin e çlirimit me homazhe dhe kurora me lule pranë lapidarit të dëshmorëve. Sot është një ditë reflektimi për mënyrën se si ne duhet të përkushtojmë dashurisë për atdheun ton, të paharuar dhe të nderuar gjithë ata që sakrifikuan jetën për lirinë e vendit. Berati e priti festën e çlirimit me homazhe në lapidarin kushtuar dëshmorëve të atdheut. Në ritmet e orkestrës frymore të qytetit u vendosën edhe kurora me lule. Mes ngjyrave kuqezi, Fieri nderoi të rënët me vizita dhe homazhe në varrezat e dëshmorëve. Përulemi me nderim të thellë para sakrificave së bijve dhe të bijve të Fierit dhe mbar Shqipërisë, të cilët dhanë jetën për lirinë e vendit. Edhe në Shkodër dhe Elbasan, drejtues vendor si dhe qytetar të shumë nderuan të rënët për lirinë e atdheut. Lushnja ju bashkua nderimeve me rastin e ditës së çlirimit me homazhe pranë memorialit të dëshmorëve. Vlerësimi dhe nderimi ndaj dëshmorëve të atdheut na bëjnë që ne të kultivojmë brez pas brezi parimet themelore të mirënjohjes dhe të respektit të përjetshëm për historinë e popullit tonë. Homazhe janë zhvilluar edhe në Mat, Kruj dhe në Gramsh, ku në këtë ditë të shënuar janë mbjell edhe 8.000 fidan pishe. Me pretendimin se 11 maj ishte një farsë zgjedhore, Sali Berisha bëri të qartë se nuk do dorëhiqet nga drejtimi i Partisë Demokratike. Madje ai lajmëroi edhe nisjen e një foltoreje të dytë në bazën e PD-s, këtë herë për të diskutuar të ardhmen e opozitës. Kryetari i PD-s Sali Berisha shfrytzoi një bashkëbisedim me qytetarët në rrjetet sociale për të sqaruar rrugën ku do të ecë Partia Demokratike në këtë mandat katërt në opozitë. Së pari Berisha përsëriti se nuk do t'jap dorëheqjen, por do të garojë sërish për të drejtuar forcën më të madhe të opozitës. Partia Demokratike është një parti e cila përcakton fatin e drejtuesve dhe anëtarëve të saj nëpërmjet votës. Në kushtet e një pluralizmi funksional, nuk ka asnjë dyshim që humbja e zgjedhjeve është kriteri më i shëndosh për dorëheqjen e atyre që drejtojnë. Por në kushtet e farsë elektorale dhe të narkoshtetit,
Një akt i tillë nuk mund të ndodhë përveç se me votën e demokratëve shqiptarë. Nga ana tjetër, Berisha lajmëroi se do nis foltoret me demokratët në të gjithë vendin, njësoj siç veproi në vitin 2021 kur u ngrit kundër Lulzim Bashës, por këtë herë për të diskutuar për të ardhmen e Partisë Demokratike. Këtë javë fillojnë foltorët në Shqipëri, në jashtë Tirane, dhe do vazhdoj në të gjithë vendin. Berisha preferoi të mos komentonte gjatë takimin e disa figurave të Partisë Demokratike si Ilir Ali Mehmeti e Ervin Saliani, por sqaroi se vonesa e analizës së brendshme pas humbjes së zgjedhjeve erdhi për shkak se prioriteti ishte faktimi i të gjitha parregullsive në 11 maj. Kandidatët e primarëve në tërësi i kam takuar ose ju kam telefonuar. Vetë Saliani ka qenë disa herë në këtë zyrë. Ilir Ali Mehmeti edhe më shpesh. Në këtë kontekst, askush nuk është i përjashtuar në këtë parti. Pak ditë më parë, Ilir Ali Mehmeti, i cili mori 18.000 vota në Tiranë, por nuk arriti të bëhej deputet. Ervin Saliani e disa prej kandidatëve në listën e hapur të Partisë Demokratike, të cilët nuk u zgjodhen deputet, u takua për të diskutuar rreth nevojës që KPD-ja për të ndryshuar e për të hapur ndaj figurave të reja. Në një intervistë për Vision Plus, nënkryetari i Partisë Demokratike Oerd Bylykbashi deklaron se opozita kërkon një sistem të ri zgjedhor. Reforma e re sipas tij duhet i jap fund sistemit aktual që sjell deformime të mëdha. Bylykbashi refuzon gjithashtu idenë e një parlamenti me 100 deputet, sikundër është propozuar nga kryeministri Edi Rama. Nënkryetari i Partisë Demokratike është kundër idesë së kryeministrit Edi Rama për reduktimin e numrit të deputetëve të Parlamentit të Shqipërisë nga 140 që ka aktualisht në 100 deputet. Në një intervistë për Vision Plus, Bylykbashi, i cili është edhe bashkëkryetari i Komisionit të Reformës Zgjedhore, vënë duke se ideja e uljes së numrit të deputetëve nuk është e re, por një ulje kaq drastike do të vriste pluralizmin. Konkluzioni i parë që del nga zhvoglimi i numrit të deputetëve është që do të zhduken ose pothuajse zhduken partitë e vogla. Dikush më thotë ç'na duhen partitë e vogla. Pasojë është do të zhduket pluralizmi brenda parlamentit. Dhe mundësia që qeveria të jetë në dorën e vetëm një kryetar partie është shumë e lartë, e përjedhoi edhe autokratizimi është shumë i mundshëm. Besoj që Shqipëria ka ende nevojë për pluralizëm parlamentar, që ata që formojnë qeverinë të kenë nevojë të bëjnë koalicion në mënyrë që koalicioni ta mbajë në shina. Sigurisht. Tashmë që Komisioni i Reformës Zgjedhore ka nisur punë, Bylykbashi shpjegon se Partia Demokratike do të këmbgul për një sistem të ri zgjedhor. Nuk është aq e rëndësishme për një sistem zgjedhor vetëm kush do të zgjidhet. Pra zgjidhet A dhe nuk zgjidhet B nëpërmjet një liste të hapur, të mbyllur apo mazhoritar. Është si funksionojnë zgjedhjet dhe kush janë ata që marrin mandatin legjitim për të bërë qeveri. Më pas sigurisht janë dhe elementet e tjera. Po ky sistem siç është, ky duhet iki menjëherë. Oerd Bylykbashi ka përsëritur nevojën për një sistem të ri zgjedhor prej vitit 2020, kur marrëveshja 5 qershorit u shkel nga Partia Socialiste, e cila ndryshoi në mënyrë të njëjtshme sistemin elektoral. Fakti që ky sistem duhet iki, sigurisht e bën çështje prioritare për sa na takon ne, dhe në çdo rast ne do të vazhdojmë të ngulim këmbë rikthimin e koalicionit siç ka qenë dikur. Për te nevojës për një sistem të ri zgjedhor, për Partinë Demokratike kanë rëndësi rekomandimet e OSBE-Odirit, veçanërisht në lidhje me keqpërdorimin e burimeve shtetërore. Shteti ka pushtuar zgjedhjet, Partia Socialiste është kthyer parti shtet dhe ne duhet gjejmë mekanizmat për ta frenuar këtë gjë, për ta zbërthyer dhe ta bërë inefektive dhe për të vënë penalitetet gjykojë edhe të nivelit penal. Por sipas bashkëkryetarit demokrat Komisionit Reformës Zgjedhore Oerd Bylykbashi, Shqipëria mund të realizojë një reformë zgjedhore konsensuale vetëm nëse ekziston vullneti politik nga mazhoranca socialiste, për të respektuar marrëveshjet e për të mos përdorur fuqinë e kartonave në parlament për të ndryshuar në mënyrë të njëjtshme kuadrin ligjor për zgjedhjet. Oficeri antiterrorit Igli Haxhiaj, sipas prokurorisë së posaçme, ka patur një rol shumë aktiv në trafikun e drogës. Komunikimet në platformat e koduara zbulojnë se ai jo vetëm shiste sekrete, por edhe negocionte çmimet dhe sasinë e kokainës.
Prokuroria e posaçme ka arritur që të sigurojë prova që sipas organit të hetimit janë komunikime që tregojnë se efektivi antiterrorit Igli Haxhiaj ishte i përfshirë kokë këmbë me grupet e strukturuara kriminale dhe në trafikun ndërkombëtar të drogës. Referuar dosjes hetimore, oficeri i policisë del në komunikimet e SkyCC, ku komunikon me anëtarët e grupit Elvis Doçit, i njohur si Visi Pojës. Sipas pak, ky i fundit ishte një nga kokat e linjës së trafikut të kokainës dhe të heroinës nga Amerika Latine drejt Evropës dhe në Shqipëri. Janë pikërisht mesazhe që tregojnë se Igli Haxhiaj ka folur me disa persona ende të paidentifikuar në platformat e koduara për çmimet dhe cilësinë e kokainës. Efektivi Haxhiaj flet me anëtarët e tjerë të grupit për çmimet në Holand, drogën e përzier dhe duke thënë madje se ishte e shtrenjtë. Në mesazhet e tyre ata kanë dërguar dhe fotot e kokainës me mbishkrimet të ndryshme. Madje personi tjetër i bën dhe ulje të çmimit për efektivin e policisë, duke i thënë se me 28 mund të ta lë ty, duke i ofruar dhe një sasi kokaine për provë. Igli Haxhiaj i përgjigjet se nuk do mall pa lek në dorë. Mesazhet e zbërthyera tregojnë dhe bisedat e tjera për trafikantët në Barcelonë, ku oficeri antiterrorit i kërkon informacion për shpërndarjen dhe nëse sjellin dot në Shqipëri. Pala tjetër i përgjigjet se për transportin duhet ta shikojë vetë efektivi, pasi ata mund ta dërgonin vetëm në Holandë dhe Spanjë. Edhe për drogën në Rotterdam janë mjaft biseda nga SkyCC, ku Igli Haxhiaj diskuton për çmimin e kokainës, duke ofruar çmime të ndryshme dhe garanci për drogën. Referuar dosjes së SPAK, tronditës se ishin mesazhet që Haxhiaj i dërgonte Denis Miftiu duke i kërkuar 15.000 euro në total, ku sipas tij shuma do të ndahej tek ai dhe 2 persona të tjerë për shitjen e informacioneve të policisë. Madje sipas SPAK, Haxhiaj i shkruan Miftiut duke i thënë se nuk po i vendos gjob, por po i bën një nder, kundër të tjerë i thotë se ai dhe familjarët e tij janë në përgjim. Sipas tij këto informacione kanë kosto. SPAK në bashkëpunim me autoritetet italiane dhe ato zviceriane kanë arritur që të godasin grupin e strukturuar që dyshohet se drejtohej nga Visi Pojës. Referuar hetimeve dyshohet se ky grup ka trafikuar të paktën 1.3 ton kokainë nga Amerika e Jugut në Itali. Pas disa muaj shetime, policia i Gjirokastrës ka goditur një rrjet të shpërndarjes së lëndëve narkotike në këtë qytet. Në prangat e policisë ranë 10 persona të moshave nga 10 deri në 55 vjeç, ndërsa 3 të tjerë u proceduan penalisht në gjendje të lirë. Nga kontrollet u sekuestruan rreth 1 kilogram kokainë, doza kanabisi gati për shitje, armë gjahu e pistolet sportive, 17 celular dhe sende të tjera. Nga hetimet ka rezultuar se grupi shiste lëndë narkotike në lagje të ndryshme të qytetit. Në vijim të operacionit u proceduan në gjendje të lirë 3 të tjerë. Mbi ta rëndojnë veprat penale, trafikimi dhe shpërndarja e narkotikëve, si dhe armëmbajtja pa leje. Policia e Tiranës ka arrestuar një 22 vjeçar si autori dyshuar i disa vjedhjeve në kryeqytet. Në pranga ka rënë Ernest Peka, që sipas policisë është personi që ka kryer 8 vjedhje, konkretisht 6 biçikleta dhe mjete të tjera elektrike. Hajduti është fiksuar nga shumë kamera sigurie duke vjedhur mjetet, të cilat më pas i shiste në tregun e zi. Jo vetëm kaq, për blut kanë dyshime se Ernest Peka mund të jetë edhe autori i vjedhjes në disa shtëpi e biznese të tjera, për të cilat po vijojnë hetimet. 22 vjeçari rezultoni dënuar më parë për të njëjtën vepër penale. Shqiptarët zgjedhin të pushojnë për festat. Mira familji u drejtuan destinacioneve brenda dhe jashtë vendit, edhe për shkak të fundjavës preferuan paketat të ndryshme, ndërsa një pjesë e diasporës preferuan të kthehen natë dhe për ditët e festave. Festat e 28-29 nëntorit për shumë qytetar nuk është vetëm një periudhë festive. Ajo është shndruar edhe një mundësi për të udhëtuar si brenda ashtu dhe jashtë vendit. 2 ditë pushimi për administratën publike së bashku me fundjavën pushim ka bërë që shumë familje të lënë shtëpit. Për shqiptarët e Shqipërisë, festojnë, shfrytëzojnë festat për 4 ditë pushim dhe shkojnë shopping një destinacion të ri, ndërsa shqiptarët e Kosovës apo të Maqedonisë apo të Malizisë, të rajonit vinë në Shqipëri si thonë një rrugë 2 punë. Pra vinë edhe për të vizituar Shqipërinë, pra i destinacion të ri, jo në vendin e tyre, por njëkohësisht edhe për të festuar ditën e pavarësisë tyre. Nga ana tjetër, të shumtë ishin shqiptarë të Kosovës ose të diasporës që erdhën në Shqipëri për të festuar dhe pushuar. Po do qëndrojmë disa ditë deri nga mesi i dhjetorit, pastaj do shkojmë që të bëjmë festat e Krishtlindjes dhe të vitfitrim me familjen. Për 2 ditë kena ardhur. Me drejta 5 vite kena ardhur direkt në Tiranë për festën e flamurit, për me e përgëzu së bashku me këtë shqiptarët. Po është kënaqësi për ne, pasi që jemi jetë shqiptarë të Maqedonisë, jetojmë edhe në Zvicër, po
patëm nderin të festojmë së bashku me gjithë shqiptarët unë në Shqipëri. Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave, nëntori është një nga muajt me numrin më të lartë të daljeve të shqiptarëve jashtë vendit. Herën e fundit janë regjistruar rreth 630.000 dalje nga territori shqiptar. E veçantë ka qenë se kërkesat kanë qenë shumë për udhëtime me gujt, duke qenë se kanë qenë ca ditë pushim, kanë qenë shumë të interesuar klientët që të bëjnë një udhëtim 2 ditor me gujt, të mos shkojnë shumë larg, pra kërkesat më shumë të e kanë pas për gujta në Maltëzi, në Selanik, në Kosovë, kanë qenë në vendet që kemi fqinje për ta vizituar vetëm 2 ditë. Kam pas dhe kërkesa në Stamboll, gujta në Stamboll, paketa me gujt, edhe kanë qenë dhe ca kërkesa për në Itali, sepse kanë qenë biletat shumë më lirë se muajt e kaluar për sa i përket Venecias, Milanos. Gjithnjë më shumë shqiptar po shfrytëzojnë ditët e pushimeve edhe çmimet e ulta të biletave që ofrojnë kompanitë ajrore në aeroportin e Rinasit për të shkëputur për disa ditë nga përditshmëria. Gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë, mirëpafshim.